Ata thonë ata janë me miliona. Një zyrtar policie, që e kam përmendur një herë emrin, tani është në Burgaj. E thira këshillova se merri një informacion zyrtar që merrej me trafikun e drogës dhe këshillova. Me tha po Ilirmet ata, ma tha cop. Po Ilirmet ata që ka pasurin e dynjan sa, ne do vdesim. I thash Ilirmet do ta gjykojnë të tjerët, i thash, sikur ta dija, dhe ashtu ndodhi. Mirë, që të qëndrojmë të pjesa e policisë, po, çfarë nuk shkon tek policia? Po nuk shkon sepse fillon nga Koka. Dhe Koka kush është? Po sigurisht që është Edi Rama. Është kryesori. Aty fillon. Ai pse nuk rekruton vajza të shkolluara mirë, po merr këtë vajzën Ballukun me shkollë të cunguar. Se vajzat e shkolluar dhe burrat e shkolluar mirë, që kanë punuar fort në universitete, siç është vajza ime për shembull. Që s'kam këta profesorë, unë s'kam thënë ndonjëherë se po ta mësoj edhe ai ku mbaru se çka i drejtor atje. Ai me emër Lala, e ka Havari Lala, patronazhisti i Edi Ramës, e ka Havari. Havari ka vetëm Dukat Vlorës, është vajzë e mitat Havarit, profesorësha. Është profesorësh në Universitetin në Paris. Ka punuar 7 vjet Komision Evropian. Si ajo ka shumë të tjerë. Pra, çfarë mungon policisë? Po, policia është, çfarë më, janë me shkolla jo të përfunduara mirë, nuk janë me këto shkolla që bëjnë këta në akademia. Po, një formë fryme tjetër sikur erdhi tek policia, madje edhe në radhë që u shtuan më tepër vajzat, efektive të policisë, sollën diçka momentalisht. Shikoni, zonjë nderuar, sigurisht femra është e rëndësishme. Ne nuk jemi në Hollandë tu. Në Hollandë kam parë drejtore, kam qenë në një takim në Madrid vitet shkuara me shefat e drejtorët e policisë kryeqyteteve. Dhe atje pashun në Hollandë. Ne jemi Shqipëria e dramave, e kallashikove, e bombave të Molotov në protesta, ajo kryeministria. Këtu ke protesta duhet që ndroj pak dhe jemi drejt fundit do ta mbyll. Është gjykuar policia për dhunë, madje tani duhet sjell në vëmendje rastin për shembull të deputetit në Albati, se si i qellonin me shkopin goma shumë polica që shkonin drejt atij. Nuk e di pjesën e historikut çfarë ndodhi si ndodhi, pa ajo pamje ishte skandaloze. Sikurse tërheqje zvar të protestuesve, si e ke parë komportimin e policisë në protesta? Shikoni, unë shoh dhe protestat në këto të fundit flas. Kam parë paralel ka ndodhur dhe në Itali, në Milano tani në ato në ceremoninë e hapjes lojrave olimpike. Po fokusohemi këtu. Po. Tani shikoni, kjo vetëm protestë demokratike nuk është. Pa lidhje me këtë, duhet fokusohemi tek policia. Atëherë, policia është kushtet e vetë mbrojtjes. Policia do mbrojë institucionin shtetëror, që të mos futen kryeministi brenda, ndjegjen e shkatërrojnë, të vjedhin. Ja, kjo pamja këtu për shembull, nuk është kusht e vetë mbrojtje. Sigurisht. Shiko, ata aty janë të çorientuar mëndërisht, janë i godisin, ashpër, me gur, unë i kam vojtur vetë o gjëra, edhe qështë atër i kam drejtë vëmendjen, i kam dërguar njerëz Ali Berishës që mos shtroje dhunë ndaj policisë, po mi le të kthehemi pas, po 21 janarja nuk u dhunuan në protestuesit edhe ndodhen ato që ndodhen. Kjo është një fenomen, po këtu të ne. Pra, ju jeni dakord me komportimin e policisë në këto protesta? Shiko, aty mund të ketë gjërat e egzageruara, që unë nuk ma përsipër. Me gazin do të sjellës, që përdoret në... Po duhet jemi vërtet, të marrësh aty të qilimiqit e rrugës, ti futësh atje brenda, bota bëjnë protesta, dalin burra atje, edhe gratë dinjitoze, nuk... Qive, aty është luftë, aty nuk është protest, është luftë, sigurisht, e gërësia... Ata nuk është problemi këtu, shiko zonjë, varfëria e këtij populli nuk e mbrojnë dot këta që dalin aty për kanalin e pushtetit. Shefi kryesor i tyre ka problemet e veta, është në marrim të mandatit dhe jetësor, është edhe sa vjeç burr. S'ka mbyllur procesin gjyqësor. Pra, policia është në kufit e korrekte, stoni ju? Policia është në detyrën e saj të zbatojë ligjet e shtetit, të mos tepërojë kompetencat që jep ligji. Ka tepruar? Atje ku ka të tepruar, t'i marrë në përgjegjësi penale. Atje ku s'ka tepruar. Jo, vetë policia ka tepruar me sjelljen, këtu e kisha, se protestuesit i kemi parë të gjitha aktet. Po, ju drejtova për policin, duke qenë se ju keni qenë drejtues policie, për këtë arsye. Unë kam qenë drejtues policie dhe nuk të jap dot një përgjigje decizie të them që unë do marr qendrim ndryshe. E kam bërë këtë gjë me shumë përpjekje, i coptoni me ata gurët e bulevardit, ai nuk ka pikë mëshire. Fryma vjen që andej.
Qartë. Ata protestat i bëjnë në paqësore të afrojnë njerëzit. Dhe nëse protestat bëhen të dhunshme, ata janë djemë në nash, ata marrin një rrogë aty, rrogë mizerabël, edhe vënë jetën rrezik, që u bjerë molotov mbi kokë. Dhe ata që janë pas, që flasin pasaj dalën në tribuna, kur të vinë në pushtet, ata janë të harruar, në mos do bëjnë listat pasaj për të eliminuar kush ka qenë i Edi Ramës e kush ka qenë. Kështu që e vetmja shpresë, duke dalë nga korniza, gjithë politikanët që janë këta që shkojnë mas një burri të dëshpëruar në këto kohëra, duhet distancohen, dhuna nuk është zgjidhja. Gjithë bota qytetërore nuk mendoj se kam patur në një qëndrim pozitiv. Pra dhunën ju e keni parë vetëm ke protestuesit? Sigurisht kam parë dhe policia, patjetër. Po pse ti do të më vrasësh, unë nuk do më mbrojmë, ti më godet me grusht, unë nuk do më mbrojmë, ti më hedh molotovin në surrat, të më vrasësh, të më lësh fëmijët rrugëve, të më qërosh fëmijët, pse s'shon djalin e vet aty të përballet me policinë, pse s'shojnë fëmijët e tyre ata, marrin hallexhit e varfër, ata, park boshët, që me 2 gota raki vinë aty janë komplet të degraduar e përplasen aty me, shiko ç'a bëhet, është turp. Ato molotov nuk i hedh policia. Ato i hedh grupi strukturuar, që është brenda forcës politike. Policia hedh gazin lotësjellës. Po patjetër. Aty keni parë egzagerimin? Është shpikur gazi lotësjellës për të shmangur turmat. I përdorur në atë mas? Urdhoni? I përdorur në atë mas, ku atakojnë dhe gazetarët, mezi marrin veten, prej orësh tëra, i kisha në studio pak për para jush. Unë jam i pa anshëm. Unë nuk kam probleme karriere, tashi. Vjen një moment njeriu i mbyll gjërat, tani lumturoj me sukseset e fëmijëve të mi. Problemi është që drejtuesit aty, edhe që të terrorizohen ata, dhe frikë kanë. Dhe nga frika, edhe mund ta kenë egzageruar, kanë hetur më shumë më gati lotësisë për të shpëtuar në lëkurën e tyre, se edhe digjen të gjallë, shiko ç'a bëhet aty. Aty nuk e shoh aty Sali Berishën unë. Do të ishte aty, 82 vjeçari, aty, te gazi, te elmoj aty. Aty fut të tjerët, hallexhit e varfër, i përdor. Edhe me që më përmendë 21 janarin, edhe Edi Rama nuk është se ishte aty. Nuk të them, jo, Edi Rama i ku fare xham, i praktisi fare. Janë një kallëp, janë një produkt i një sistemi të keq që ju bë këtij vendi peshqesh në vitin 1945 dhe kaq. Unë ju falenderoj shumë për bisedën, sepse ne folëm gjatë për librin tuaj, për botimin tuaj, për dosjen, por duke qenë se ishte edhe zhvillim shumë i freskët pjesa e policisë, protesta, duke qenë se ju keni mbajtur poste të rëndësishme në polici, përfitova nga rastet dhe ju pyeta zotja Varri. Unë bëj një thirrje publike shqiptarëve të kenë mendje në vend, se kam parë shumë herë eksperienca të hidhura që janë flakur, janë kthyer, janë pasuruar pallate nga të dy krahat, miliona. Janë gjaku tyre dhe ata vazhdojnë akoma të shërbejnë, janë një pjesë e mirë, ka probleme me Alzheimer, shplarje e truri. Qësësi koha gjithmonë është për protesta. Atëre, libri im, në fakt unë era më shumë i përqendruar te çështja ime, është historia më vete. Dejtëm 20 minuta të kjo çështje, kështu që mos pa... Shumë faleminderit. Jam shumë i nderuar. Dosja 4171, nga Mitata Varrit, nderuar shikues, e gjeni në librari për të shfletuar dosje të sigurimit të shtetit.